O ju robër të Allahut, Allahu Gjellewala e ngriti qiellin për elhamdulillah. Allahu Gjellewala rafshoi tokën për fjalën elhamdulillah. Allahu e vendosi qiellin për elhamdulillah. Allahu e vendosi hanën në kupën e saj për elhamdulillah. Allahu Gjellewala i nxori bita Adimin nga barqet e nënave për fjalën elhamdulillah. Nuk ka asgjë në qiell në tokë, vetëm se e madhëron Allahu me fjalën elhamdulillah. Po ju robër të Allahut, dielli i thot Allahut elhamdulillah, hana i thot Allahut elhamdulillah, toka dhe qiejt, gjithë universi dhe gjithë galaktikat e falenderojnë Allahun te bareke o teala me fjalën elhamdulillah. Thot Imam Ibn Qayyim el-Jauzi radiallahu taala anhu, dhe nuk është ngrit dunjaja dhe as ahireti dhe pazaret e dunjas dhe të ahiretit vetëm për ta falenderuar Allahun te bareke o teala. O ju robër të Allahut, na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fjala më e rëndë në peshojën e Allahu Gjelle Gjelalu pas fjalës la ilaha illallah është fjala elhamdulillah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi tamla'ul mizan, dhe fjala elhamdulillah e përmbushën mizanin dhe peshojën e Allahu te bareke ve teala në ditën e Kiametit. O ju vëllezërit e mi, mos nguroni në mëngjes dhe në mbrëmje, ditën edhe natën, që të lakni gjuhët e juja me fjalën elhamdulillah. Elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Allahu Gjellewala është pronari falenderimeve dhe hamdeve në qiell dhe në tokë.